kanë kontribu ka pak njerëzit, a bëti sa për që të kostën fillestare që i kumë pagu me bileta, me thonë një mjerë janë kërëmbëllu. Shumë e madhe. Shumë është mbi 20 mjerë, rdzohet, ka qohet me hecë, rdzohet, ka probleme tani edhe me sy, ka probleme edhe me shputat konve, vajza o konë si drita, s'pi menës, s'po mjeket, Allah, gjumin gjëmë së bebaj, pi me fjetë, dal heci, nuk po muj me nejnë shpesë shpia, po më hanë, Allah. Shpesë që aja, kur jom mësu për gjdo moment, kur jom shku të shpia, më ka dalë për para, babi jem. Po, që kja koka konë, jam të mira fundit. Gjaki falet, ja kemi falë njëni tjetërit, pa marë parasysh çfarë rrethana ka qenë, ama këta me mytë, edhe me ikë më shef, kjo është shumë. 3 vjetë, kjo konë natën e vitit 3, që? Në anën tjetër, këto plak, këto vështirësi që të kanë dhënë pas vdekjes të vajzës, kjo vështirësi edhe për një tjetër fëmijë që do ta dërgon jashtë vendit për të trajtuar. E kom dërgu. Si, apo mund të shmija dalë grumbullimin? Jo. Pasha Zotin kanë kontribu ka pak njerëzit, a bëti sa për që të kostën fillestare që i kumë pagu me bileta, me rrugë që kam qenë Tiranë, do me thonë e kom dërgu në aeroplan, do me thonë. Në Tiranë është, apo? Jo, e kom dërgu në aeroport të Rinasit, e kom qu, se s'ka pas linja pe këtujt në qytetin e Pisas, pe Prishtinës, o kom dash, kasta është shumë e nalë për arsye se nafta shumë shtrejt. Sa po të falë kjo kosta që? Për mbi 20 mjerë, basë sot kom bisedu para prakesh me Boxhanakin, dhe me thonë edhe me Baldëskën që kanë marë si i falemderej nga zemra ata për kontributin që kanë dhonë e që pe japin për fëmijën tem, edhe bashortja është atje në pisat e Italijes, në Bergamo kam ju nështru djali kontrollave fillestare, tani pasandaj pritet. Person që t'ja del, a në grumbulluar gjysma të hollave? Jo. Sa duhen? Me thonë një mjerë janë grumbullu. Shumë e madhe. Shumë është mbi 20 mjerë. Mbi 20.000? Mbi 20.000, bas sham ka të regu sot aj Boxhanaku, po ata një pjesë si familje ja kanë kushtu fëmijës tem diçka, kanë thonë nuk mujna me mbulu krejt, po një 15% kanë thonë na si familje mujna me ase, për masanej shofmi kush ka mundësi, e kom bo publik, e kam edhe Gjërogajs kemi parë në Facebook? E ki në Facebook. Edhe ne si historit jetës, Zoti Fidan, do të marrim iniciativë, unë si gazetar personalisht, që të shfaqet numri Gjërogajs në faqen tonë historit jetës dhe i bëjmë thirrje gjithë njerëzve vullnet mirë, ndjekësve tanë të historit jetës, ta ndihmojmë këtë person i cili tashmë pas vutjeve që ka edhe i duhet shumë për një tjetër fëmijë që ka nevojë për trajtim. Ju lutem ta ndihmojmë. Jo lutem, kush ka mundësi, e ka edhe problemin tjetër djali, ka me sy, e ka një nervë, synit këtë, dhe me thonë, shikon shumë ona, shapetin. Edhe që ato, edhe për qatë problem, e kom qu, për të dy problemet, po që ti të konve mas pare se s'mon me hec, nuk mon me hec, jo, rdzohet, ka qohet me hec, rdzohet, ka probleme tani edhe me sy, ka probleme edhe me shputat konve, vajza o konë si drita, s'pi menës, s'po mjeket, Allah, gjumin gjëmë së bebaj, bi me fjetë, dal heci, nuk po muj me nejnë shpesë shpia po më hanë, Allah. Shpia po më hanë, kur pesho që aja, kur jom mësu për gjdo moment, kur jom shku të shpia, më ka dalë për para, babi jem. Po, që kja koka konë, jam të mira fundit. Në fund, më parë Zoti Fidan, po dua t'i drejtoj gjithë njerëzve, ata që na ndjekin historitë jetës, cili do t'ishtaj mesazhi ju si print që po kërkoni? Mesazhi jam është drejtësi. Vetëm drejtësi. Ata që kanë bo krimin, ata në dalin para drejtësijës, në ta marrin dënimin e meritum, edhe kështu që unë jam i shtetu për muri, nuk kam ku shkoj. Si prind, ma mirë është ma mirët në mysin edhe neve, se vujtjet janë terin, vdekje,
Dhe kështu që kjo është një farë, me thonë, për mu më kanë hu shpresat e jetës, po do të m'ja fal jetën qëtyve këta tjerë që i kam, se për mu është besot e Zotit nuk më moj as shpri me nejt, nuk më moj, pse s'po moj me nejt, po dali, po heci, thirën shoshnia, hajde, më qesin kafe, o nuk i pi as kafe se kam probleme dhe vetë shëndetësor, kam me tensionja, me ndyrën, e kam ndyrën në gjak, me kolesterol, edhe kështu që shumë po kam probleme, edhe mësim ka dhe vajza tensionin, non stop e kam pas ngritur. E kuptoj, kjo shfaqet pas mërzis, pas gjendjes. Pa tjetër, po edhe shiqerën e kam, thuj se në buzë e kam 5.8, 6 po më rrëmë shiqeri. Kjo të merë vetëm, të kapitan. Vallaj, shumë problem. Kena jetë fëmijën po dal me jek pak mërzijen, po jo. Fund mbrami, po do të më ortës mbramja ndreka, në mëngjesa, po do të më qumë me marrë me ata tjerë që tash i kam blonë fëmijën, të rej, i kam blonë të shpia, në mshiren e Zotit edhe një qikës vllavit, është 17 vjeqare, i kam blonë të 3 fëmijën, kujdeset aja për ta, bashortja është atje, nuk e di sa qëndran atje, sa t'i krymë kontrola, djali ta krymë qatë operacion, edhe po do të më janë edhe tashti gajlet, të fëmija, gajlet të djali atje, gajlet këtu që nuk marin masa, o nderum, këtu në masa nuk marin, për shfab ma pru punën, unë jam i mëtë, më nuk kam kushkaj, po në ta din edhe kejt mbar shqiptaria, që unë nuk ja fali, për vetëm në arsye që si unë kohën korrekt, nuk kanë thonë, kanë ndru jetë vajza, ngoshlime, na i ban halal, gjaki falet, ja kemi falë njëni tjetrit, pa marrë parasysh çfarë rrethana ka qenë, ama këta me myt, edhe me ik më mshef, kjo është shumë e rëndë. Pas akont është kjo tash. Kjo është kanë bu këta kanë bu, as shkavi nuk e kish bu këta. Zoti Fitan. Se bol shkavi ka bo krime, ka masakru sa shqiptarin, sa njerin, ka vujt ky vend, e sot më qu, shqiptarin, mas me arë, me thonë, ngoshlime për qatë vajzë, për qatë angel, se ta bëjë edhe publike, çfarë vajzë ka qenë. E kemi parë, sa që për Ja, se ki po çfarë gjendje ka qenë. Lutem, momentet e fundit. Ja, qëre vajzë që ka qenë. Që vajza, qysh? E kuptoj unë tash, jam lëkurën tënde, Zoti Fitan, thash Zoti të jetë rasti fundit. Inshallah. Thash Zoti, unë ty të përshëndes shumë, të uroj të bësh i fortë dhe drejtësia të triumfojë në fund për këtë rast që na ka prekur shumë. Drejtësi ka vetëm për neve qytetarë thjesht, drejtësi s'ka për ata që janë të fuqishëm. Kryeministri ka qenë, për bëjë publike këta, ka qenë, po atë ditë ka u konë një rast vdekje në fshatin Bresal, jemi shumë afër me kufizome me fshatin Bresal, ka qenë vllavi i zëvendës ministrit të mbrojtjes, ka qenë për ngushëllime, unë e kom bu publike, këte opinione kanë ditë që ka ndru jetë në durë të institucionit, as ministri shëndetësisë nuk e ka marrë të paktën një fjallë ngushëlluese me më thirrën telefon, se kanë mujt me gjetë numrin o konë në për media, me thonë, i shprej ngushëllime familjes për humbjen e Angelit, nuk e kanë marrë as vullnetin më të vogël, me thonë, ti shprej ngushëllime. A kur ndodhi rasti në Lipjan, për dini për qatë 5 vjeçar, e po, prindët arrestun, para burgim, ministri viziton pacientin, a fëmijën tem as kanë dash me mshef, mas të kishna bu në publike, mas kishna thonë unë për marrë për qëj në institut të mjekësisë ligjore, mja bo autopsien, këta kishin pas drejtori i kësaj intenzives qendrore, munësh tha me marrë, tha, vajzën tha pe këti momenti, tha munësh me qu, tha mja kry ceremoninë e varrimit, ja thash se marrë, tha pse? Thash në po du, thash me thirë policien, prokurorien, institutin e mjekësisë ligjore, thash me bo autopsin, thash për shka e keni pru deri të ka orë të vdekja saj. Pse? Vajza s'ka pas asë një problem tjetër.
Do t'i vetan, na falë shumë për kohën se kemi shumë të kufizuar. Shpresoj që të takomi prapë me juve, si të qoftë si edhe si faqe histori tjetës për të ndihmuar ty, do të shfaqet edhe numri në faqen histori tjetës Gjiro Llogaris. Faleminderit. Rast zoti të jetë edhe një herë rasti fundit. Faleminderit shumë. Na falni për kohën. Falenderoj të gjithë bash qytetarët e me, domethënë, të Kosovës, diasporës, kush ka mundësi, ne ta shëroj që thmi.